Nata e kampionëve në boks rrezikon të mos mbahet. Shkak për këtë është mosdhënia e lejes për shfrytëzimin e sheshit Iliria për realizimin e këtij turneu ndërkombëtar, shkaku se në datën e kërkuar nga drejtuesit e manifestimit do të realizohet manifestimi i verës kulturore tetovare. Drejtuesi i turneut Alima Bazi ka kërkuar nga kreu i komunës që të shqyrtojë edhe një herë dhënien e lejes ose në të kundërtën pa lejen e komunës do të vendosë ringun dhe do të realizojë manifestimin. Me 17 marsit kam bënë një kërkesë te komuna e Tetovës për të shfrytzuar vendin Iliria, sheshin Iliria në Tetov, dhe nga 23 prillit më erdhi një vendim nga komuna e Tetovës, të cilat ma kanë refuzuar ta shfrytëzoj vendin. Nuk i shoh unë të arsyeshme për çfarë arsye ato ma refuzojnë ato, kur turniri Nata e Kampionëve është një ndër organizimet më të mëdha cilat Tetova i ka, ku si sa herë ka pat mbi 3-4.000 shikues. Kur kishna një sallë e cila e nxjerr 3-4.000 shikues, e kisha bën sallë, po ne kena edhe sallat vogla që as 500 vete nuk futen brenda. Dua nga kryetari i komunës të ndëgjoj mendimin e tij dhe të bëjë një vendim të ndryshme. Zëdhënësi i komunës Tetovës në konferencën e sotme për shtyp kërkoi nga organizatorët e turneut që për realizimin e këtij manifestimi të shfrytëzojnë njërin nga sallat e sportit të qytetit. Nga data 16 korrik deri më 4 gusht, komuna e Tetovës në sheshin Iliria ka parapar njësor aktivitetesh në kuadër të verës tetovare. Kemi edhe disa kërkesa tjera për të shfrytzuar sheshin nga klubet të ndryshme, por të gjitha janë refuzuar me të vetmin qëllim. Gjatë kësaj periudhe, përderisa organizohet vera tetovare, ne ju bëjmë thirrje gjitha klubeve që të shfrytëzojnë ndonjëra nga sallat e shkollave mesme për aktivitetet e tyre. Nata e kampionëve në Tetov realizohet që nga viti 2016, ndërsa kanë marrë pjesë boksier me renome botërore.